Edhe forcat serbe na kanë sulmu, neve na kanë largu për pozicione, kanë hynë fshat, pa e ditë si jenë këthy familjarët. Pa e ditë nësë jenë këthy familjarët në shpe. Forcat serbe kanë hynë fshat, kanë ardhë, i kanë zirë jashtë, i kanë numru, i kanë urdhru prapë me hynë branda. Pas 15 minuta, kanë hynë e kanë zirë babën për dhumës, edhe i merë elçonën edhe i kanë qitë në bërë, i kanë ekzekutu. Pas ekzekutimit tyne, jenë këthy në shpe, e kanë hopë derën e dhumës ku kanë qenë 57 njerëz mrena, i kanë hedhë 2 bumbave dorën dhumë. Pas qëtësimit bumbave, ka hy me pushka automatike, ka gjujt mbi ata njerëz, deri sa ai ka mendu se i kanë vra gjithë. Jenë largu prej këto ujtë për shpis, na si ushtri kemi vendos me ardhë me tërhjek ishtrat. E kemi marrë një baterit kjerit, një syt kjerit, edhe një qebe. Kemi ardhë dhe kemi mbyll dritaren me qebe, mos më duk drita, se forcat serbe në kanë vendosë në këto shpijat këto, afer, edhe e kemi ndes dritën, kemi fillu me të bo eshnat që i këshin të bu në 2 qushet e dhumës me i marë. Mirë po na i kemi marë, i kemi shtynë thasë, i kemi bartë edhe i kemi qu, në malë e kemi maru një bunker, edhe i kemi vendosë ato deri pas përfundimit luftës kanë qëndru ato. Babën edhe Ymerin, i këshin pas ekzekutimit i kanë djegë, ju kanë lidhë hekra në trup, edhe i kanë hudhë një bunarë. Edhe ata i kemi gjetë, i kemi nxjerrë për bunarë edhe i kemi varros në malë. Si ce témoignage vous a plu, pensez à vous abonner. On se retrouve tous les mercredis à 18h pour une nouvelle histoire quelque part dans le monde.